Rama nuk mund veprojë në rrogos dhe Rama e di shumë mirë që është totalisht i survejuar. Po u them cop, Rama është totalisht i survejuar nga FBI-ja. Nga CIA është totalisht i survejuar. Rama nuk mund të bëjë më lëvizje. Rama mund të bëjë shumë manovra, mundohet si ai mbytyri të kapet gjithkund, por tek e fundit thash edhe herë, askush nuk ka deklaruar që Ramës ju ka bllokuar pasuria në Amerikë, edhe miqve të tij, pse i ka edhe me miqtë e tij atje në Amerikë. Edhe llogari bankare, po edhe New York janë bllokuar pasuritë e Ramës. Jo më kohë erdhi ai kryetari në hikje i New Yorku që bëri takime me Ramën. Sepse gjitha takimet që Rama bën ka një parapasken nga mbrapa. Nuk janë aq të thjeshta. Kështu që kjo lloj deklarate, jo se nuk është e vërtetë, kuptojmë drejt. Jo se nuk është e vërtetë, por nuk jep në një indicie të madhe, sepse kur thua që Rama po tenton ku? Çfarë? Me kë? Nëse ti e ke këtë informacion dhe nuk e ndan këtë informacion, atëherë për mua është informacion fake. Nëse unë them që Rama ka shkuar në kohën e pandemisë, vajti në Francë, unë takua në fund pistës është taku me Alex Sorosin, dhe avioni ka pas fazë të zeza, të cilat patjetër që kanë qenë me parase, nuk ka që gjë tjetër. Dhe ky lloj takimi është i survejuar, i kapur nga CIA, nga FBI amerikane, qoftë edhe nga agjentura franceze apo të tjera. Kështu që kjo është ajo fiksimimi, dhe mos harroni se nga kjo ka nisur hetimin FBI-ja, thash FBI-ja ka nisur hetimin për fiturimin e Ramës. Prandaj po them, nëse eurodeputeti nuk mund të lëshojë një deklaratë të tillë çoroditse, e cila thotë Rama po përgatitet që të transferojë para. E kupton? Po ku po i transferon? Nëse ti e di që Rama po përgatit për transferimin e parave, na thuaj se ku po i çon. Po i sjell në çeki. Ku po i çon? Pra, mos kapemi mas atyre deklaratave të cilat del dikush edhe hedh një çashkë dhe ta marrim të mirë fill. Kjo është e gjitha. Zoti Merkoçi, në këtë rast Edi Rama po përgatit arratisjen, po përgatit një skenar si ai Gruevskit. Çfarë po përgatit në këtë rast Edi Rama? Rama po përgatitet se ku do ta bëj burgun, do ta bëj Shqipëri apo në Amerikë. Harroni se Rama mund shkoj diku. Harroni se Rama mund ta. Po herën e fundit u prit në bordin e paqes nga Trumpi. Aty e kishin ata. Po u prit në bordin e paqes nga Trumpi me Emzan apo firmën e opozitës, e cila me paturpsinë e tyre i dhan Ramës, i bën një ligj për Ramën, që Rama në emër nominal të përfaqësonte Shqipërinë si përfaqësues i Shqipërisë në bordin e paqes. Kjo ishte paturpsia e opozitës, nuk ishte Rama do luaj çdo gur. Patjetër që Rama do luaj çdo gur. Dhe nuk flitet këtu se ishte Rama aty apo Rama nuk është aty. Për ta arrestuar Ramën apo për ta ndaluar Ramën, Amerika nuk ka nevojë as ke bordi paqes as këtu. Ram thjesht me një kërkesë zyrtare, sepse mos harroni kemi nënshkruar dhe kemi aprovuar në parlament një memorandum bashkëpunimi ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë edhe me një kërkesë zyrtare pa vendim gjykate, me një kërkesë ata të marrin edhe të dërgojnë në Amerikë, qoftë kushdo që tjetë. Kështu që nuk është. Kur thoni që Edi Rama po përgatitet të bëj burgu në Shqipëri apo në Amerikë, çfarë keni parasysh? Kam parasysh të gjithë veprimet që ka bërë Rama, duke shkelur e para herë sigurinë kombëtare e Shqipërisë, po dhe sigurinë kombëtare të Amerikës apo dhe të vetë NATO-s. Ju kam thënë që porti i Durrësit është një nga pikat kryesore të kësaj. Mos harroni se kemi një kompani, thash, që merret me fluturimet, dhe kemi një kompani e cila ka dal tashmë është falimentuar, po akoma nuk mbyllet falimentimi, dhe me atë Albanian Airlines Rama ka fluturuar në mënyrë private të pa deklaruar në përvende të ndryshme të vendeve të cilat janë jashtë BE-s, si Bielorusia e të tjera, dhe këto janë të gjithë fluturimet të cilat janë shënuar dhe të bëra
Dhe këtu flitet se Rama prandaj thash nuk ka mundësi se ku do të shkoj, sepse asnjë vend i botës, kushdo qoftë ai, qoftë edhe Rusia, qoftë edhe Kina, qoftë edhe kushdo, qoftë merr vendin më komunist në botë, nuk ka ndërmend të prishë marrëdhëniet apo të futet në luftë me Shtetet Bashkuara të Amerikës për Ramën. Se nuk ka ndonjë peshë të madhe Shqipëria, qoftë ekonomike, qoftë ushtarake, qoftë politike, që ti mund të prishësh marrëdhënie. Çfarë peshë ka Shqipëria që do të prishin vendet e tjera, do të prishin marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës vetëm për Ramën. Nuk je ndonjë shtet i fuqitë që të mbajë ty edhe të japi. Dhe aq më tepër që Rama thash, jo vetëm për korrupsion, jo vetëm për vjedhje, jo vetëm për trafik droge, por për shkelje të sigurisë kombëtare të Shqipërisë kryesisht. Dhe si kur them Shqipërisë, patjetër që është edhe NATO në lojë, sepse jemi pjesë e NATO-s, dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët ata vetë kanë deklaruar që është shkelje e sigurisë kombëtare. Dhe të gjitha lëvizjet që po bëhen në Amerikë, qoftë edhe deklaratat apo lëvizjet që po bëhen në Amerikë për sa i përket Ramës tashmë janë të dukshme, nuk është se janë po ngelin në kuadrin e fjalës. Do të shohim kush do të jetë lëvizja e fundit e ambasadorit që do të vinë në Shqipëri. Zoti Merkoçi, një nga pikat që diskutohet shpesh së fundmi është edhe ajo sa i përket takimit sekret në Aruba, ku Spaku ka nxjerrë disa detaje së fundmi. Në këtë rast, a mendoni se takimi i Arubës, ku mendohet se janë takuar midis tyre eksponent të krimit organizuar dhe përfaqësues të qeverisë së kryeministit Edi Rama, dhe në këtë rast a mendoni se ky takim, detajet e këtij takimi dhe dosja që mund të kopësitet më pas mund të jetë fundi për Edi Ramën? Jo, në Aruba nuk është se ato incizime apo gjëra i ka bërë Spaku apo i ka bërë Shiku shqiptar. Ato i ka bërë FBI, ka pasur një njeri të bler atje, i cili ka bërë gjithë incizimet apo filmimet e Arubës. Kështu që është personi i FBI-s apo ideas amerikane e cila ka arritur të bëj zbulimin e Arubës. Dhe gjithë materiali ka ardhur në Shqipëri. Në një emision kemi diskutuar duke të bashku, kam thënë që dosja e Ramës është e gatshme në SPAK, pikërisht për atë sepse amerikanët e kanë sjellë të gatshme në dosjen, kështu që i takohet SPAK-ut të vepronte, jo pa qëllim them që Rama të zgjedhë se ku do bëj burgu në Shqipëri apo në Amerikë, pikërisht për këtë lloj gjëje. Jo se Rama duhet bëj burgu në Amerikë, patjetër në mënyrë se kam qefull, themi. Por problemi është sepse Rama të gjitha veprimet që ka bërë i ka tingjizuar. Kthehemi prapë tek ajo pjesa e zhdukjes parave apo transferimit parave nga ana e Ramës. Kur mendoni kur kanë arritur që të infiltrojnë personin e tyre brenda një organizate kriminale në takimet që ata kanë bërë në Aruba, llogaritën domethënë se si kanë incizimet e tjera apo gjërat e tjera. Ata jo pa qëllim kur nxorën atë non grada të Sinaloas, jo pa qëllim nxorën fotografinë e Ramës me të në zyrë. Ata i kanë të kopësitur çdo gjë. Problemi është se kur e kanë plan themi Amerika për ta zhvilluar këtë aksion të kundër Ramës. Kjo është për të parë, dhe për sa kohë kemi një drejtësi e cila nuk vepron, megjithëse ka të gjithë materialet i kanë në dorë, nuk vepron. Tash një nga veprimet janë të Roni Fejt, që është e çuditshme, domethënë një njeri hap në QKB një SHKP, dhe merr fluturimet, çdo thotë marri fluturimet në Shqipëri. Dhe është i vetmi aksioner. Nuk është shteti, megjithëse duhet të jenë 6 ministri të cilat duhet ta kontrollojnë. Absolutisht anashkalojnë gjitha. Dhe Spaku hesht. Po hesht Spaku, po mos harroni se inteligjenca amerikane nuk hesht, nuk është se nuk i din të gjithë veprimet që bëhen në Shqipëri. Pra ne po them që pavarësisht se këta hapin kompani të ndryshe se i kanë kthyer si punë aty në matrushkave ruse,
ha nxirr një del tjetra, nxirr një del tjetra, e kupton, nuk I dihet se ku. Por gjithsesi fundoria dihet që është në Izrael sepse Roni është izraelit, është I akuzuar dhe në Amerikë, në një kohë është akuzuar dhe në Amerikë, megjithëse ai se ka pranuar, por ka pas akuza dhe në Amerikë. Por kjo tregon hapët që Rama është I survejuar, Rama është I kontrolluar dhe Rama nuk mund të bëjë asnjë lloj lëvizje pavarësisht nga mënyrat se si ai do mundohet të blej, të harxhoj para për çdo gjë, për të shpëtuar në ndëshkimin e tij, por nuk ka për të arritur në mënyrë absolute sepse është bërë aq e dukshme, aq e prekshme, nuk ka shqiptar që nuk e di që Rama është I korruptuar. Nuk ka shqiptar që beson që Rama është njeri I pastër. Dhe kur flasin njeri I pastër. Po. Nuk për një Më fal që po e ndërpres, por ju I numërohet me shumë të drejtë hap pas hapi, po themi rastet e Edi Ramës, gjë cilën du t'i sjell sërish në vëmendje. Kemi dosjen e Charles McGonigal, kemi lidhjet indirekte ku priti një nga antarët e Sinalohas në kryeministri, kemi rastin e takimit Aruba, apo raste tjera që mund mi kujtoni nëse I harroj. Çfarë pse po vonon Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë rast kundrejt Edi Ramës? Për faktin se është kryeministër dhe pret bjerë nga pushteti apo ka një skenar tjetër? Jo, ata nuk presin shumë se edhe ai në Venezuelë nuk priti që ta hiqin nga presidenti shkote të arrestohet, nuk ka lidhje fare kjo. Problemi është se kur është momenti I dur që amerikanët mund të bëjnë një veprim. Nuk e nisin kur kemi ne dëshirë. Ne dëshirë apo shqiptarët nëse do ta bënin vetë, domethënë, unë jo pa qëllim kam thënë që dosjet janë SPAK, gjitha dosjet janë SPAK, Porti I Durrësit është në SPAK, Butrindi është në SPAK, Teatri Kombëtar është në SPAK, Çesdia është në SPAK, ajo është në SPAK, të gjitha janë paketa maleve, ligjet e ndryshme janë në SPAK, e kuptoj, janë të dukshme, të prekshme, marrëdhëniet që Rama ka apo politika në tërësi ka me drejtësinë, e kuptoj, del gjykata kushtetuese që është mbrojtëse e kushtetutës, fundoria që mbron kustetutën, dhe kur vjen punë I del në krah kryeministit, në ligjet që ka bërë, domethënë janë shkelje marramendse në Shqipëri, nuk është se ne nuk kemi shkelje, edhe po themi ka vetëm një. Këtu janë me thas, kudo që po Porti I Durrësit është një nga ato që t'i haj kokën të gjithë këtyne.